fret. Ke që bërë për të. A ne e bërë ato video shke. Unë dhe qikull. Uj Zotit, që nuk ka turp për të mollë 20 grad, imagjino qa bëhet atje në golf me 30 sa grad, që ata kriminela bombardojnë burimet e ujtit e depozitat e ujtit. Tashti unë deri sot kam qenë skeptik për vendimin e Parlamentit Shqiptar, ose më mirë të Partisë Socialiste sa ata tjerët jonë për vete për të shpall organizat terroriste me molotovat në dorë. Allah dhe bof Zoti i ati parlamenti që i ka shpall ata një rang grup kriminal. Edhe i bëj thirrje gjithë Europës. Shohin atë shembull, mos më shiven mas gishtit, se nuk ka turp më të mollë që nuk shkojnë afër atij burri, afër atij presidenti Trump, se kur kishte nevojë kjo Europa kurp që thot fishta, u turën që të gjithë në Amerikë, erdhi doli për zot kundër fashizmit, jo vetëm në Europë, por në të gjithë botën. Rroft demokracia, rroft liria.